Tradit në Telajo është ekspozita e parë personale të ftuarës time, ajo e cila siç e potencova pak më parë, do të jetë për herë të parë në një studio televizive, por ajo çfarë mua më bëri përshtypje është puna e saj, është tematika që ka zgjedhur për këtë ekspozitë, por jo vetëm, edhe sigurisht pikturat e saj paraprake duket që kanë shumë shpirt dhe shumë art në të. Mirpo e veçanta e krejt kësaj është që Arbina është dëshmi e cila mund të kaloj çdo kufi dhe të thej të gjitha paragjykimet për vajzat me mbulesë në fushën e artit. Unë kam shumë kënaqësi që pikërisht me të do ta trajtojmë këtë temë. Arbina, është kënaqësi të të kemi sot në Prizma. Faleminderit shumë që pranove ftesën. E di që kanë kaluar vetëm pak ditë nga ekspozita dhe ti je ende në atë duke shijuar suksesin e kësaj ekspozite. Më thuaj si je dhe si po ndjehesh? Faleminderit shumë. Fillimisht dua t'ju falenderoj për ftesën dhe për gjithë mbështetjen që keni për ne artistët e rinj, sepse edhe ne kemi nevojë për promovim. Është e vërtet, jam akoma pak në atë euforinë e ekspozitës, sepse u finalizu një punë shumë e madhe. Ti themi për mua ka marrë shumë kohë, por gjithsesi edhe kjo është kënaqësi dhe ftesën tënde e prita me shumë dashuri. Shumë faleminderit. Kënaqësia është komplete imja, sepse e di se sa rëndësi për ty si artiste është ekspozita e parë dhe desha që këto emocione ende sa janë zbutur, ti reflektojmë dhe ti flasim këtu në studion ton. Ke zgjedhur një tematik shumë të bukur, mua më bëri shumë përshtypje, është tradita në Telajo, nga të erdhi inspirimi pikërisht për këtë tematik dhe në ndërkohë derisa ti do na flasësh, ne do kemi fotografi shumë të bukura nga ekspozita, të cilat do të na visualizojnë, ta shohim pak edhe ne të kthehemi në kohë dhe në ditën kur është bërë edhe ekspozita. Atëherë tradit në Telajo, nëse do e marrim fillimi gjeneza, unë që fëmijë gjithmonë kam pas qef shumë traditën, vallet më kanë pëlqyer shumë, i ndjek, i di, unë vetëm të shikuar e di cilës zoni përket, cilës krahin, i di veshjet, bëj kombinime dhe sot si shihet ka një tendencë drejt modernizmi, drejt globalizmi, drejt humburit e asaj, por gjithsesi mos harrojmë se tradita është ajo e cila na bën autentik dhe nuk ka gjë më të veçantë se kjo. Dhe unë mendova thash ta sjell në një mënyrë që të jetoj për ta treguar se nuk është diçka e kaluar. Kujtimi i kaluar, por mund të jetojë edhe sot. Edhe domethënë, mënyra më e mirë është ta bëjmë përmes artit, sepse arti është dëshmia më e mirë apo mënyra më e mirë për ta ruajtur atë, nuk e zbe koha, arti mbijeton, edhe në mënyrë domethënë e solla në artin bashkëkohor, në mënyrat e mia, me anë të ngjyrave, lëvizjeve, ose duke shprehur botën time të mbrëmshme, ta themi ndryshe. Shumë e bukur kjo. Dua të kthehem pak te procesi, sepse e the ti që është të është dashur kohë realisht ti përfundoje të gjitha pikturat, sepse duket që ke hedhë copza shpirti në çdo pikturë të cilën ne po e shohim. Kur ka filluar puna e kësaj ekspozite? Na fol pak edhe për procesin, për teknikat që ti ke përdorur si artiste në këto vepra të cilat ne po i shohim. Atëherë procesi, domethënë për ekspozitën, ka filluar diku para 8 muajsh, kur e mora edhe konfirmimin nga Ministria dhe Galeria që nga kalu projekti dhe mund fillosh, domethënë punosh, ajo është dëshira më e madhe, u gëzova shumë realisht, por që si temë, unë realisht kam fillu ta punoj me skica që nga viti i 3 në universitet. Fillimisht i kam punu si skica në grafik. Pastaj, po figuracioni është pak si temë e vështirë për të trajtu. Nuk isha e sigurt a mund ta bëj, as mund ta bëj, domethënë a do jem e mirë, po pastaj kur kalova në vitin e 4, duheshte ta zgjedh temën e diplomës, me zemër e kisha këtë e doja, po s'isha e sigurt. Por pastaj profesori pikturës më dha mbështetje, tha mund ta bësh. Hiç pa problem, domethënë je në rregull, vetëm vazhdo. Edhe më dha një shtysë edhe një vetbesim ndryshe normal, sepse kur je në fillim je patjetër që po. Me dyshime, a do mund ta bësh. Edhe pastaj kam filluar të punoj normal, unë jam pak te klasikja në mënyrën e punës. Më pëlqen tradicionalja, do me thënë Telajo janë ngjyrat. Materialet nuk është se i përdor shumë. Bazamentin e bëj me akril, pastaj ju jap forma apo diçka, dhe të themi nga materialet kam përdor vetëm pastën për tekstur, diku jashtë këtu te pjesa e paltos, apo te pjesa e këmbës, te thyerja e gjurit, për t'ia dhënë pak atë dritën apo hien ndoshta e lëvi, po, do me thënë vëmendjen e lëvizjes, se ku kam dashur ta theksoj më shumë. Po si duket më të theksuar e ke këtë lojën me ngjyra, sepse e shohim shumë të theksuar në të gjitha pikturat. Kam qenë më ndyshim pjesën e backgroundit, apo prapa vijës, ta bëj me ngjyra, apo ta lë vetëm një ngjyrë. Por thash jo, do e bëj një kombinim me veshjet, sepse nëse i shohin veshjet janë art në vete. Ta mendojmë se janë gjitha punime dore, edhe thash jo. Sidomos veshjet e vajzave janë shumë pasura, ose të grave, edhe e lidhi. Prapa vjen e kam lidh me atë pjesën ka përdorur ngjyra të forta. Siç shikohet të gjithë pikturat janë ngjyra të forta të përdorura. E vërtet.
Po, domethënë mendoj se kam bërë një lojë të bukur. Interesante. Po më thuaj sa vepra janë në tërësi dhe kanë qenë krejt kjo puna jote ose të është dashur nga krejt ajo që ke punu të selektosh disa, sepse shumë artistë që kemi pasur në studio thonë që kjo është pjesa më e vështirë e ekspozitave, se për shembull ne bëjmë shumë punë dhe në fund na duhet të selektojmë vetëm ato që i konsiderojmë më të mira, ndërkohë është problem ti selektojmë më të mira. Ti si ke kaluar në këtë fazë të procesit të punës? Është e vërtet, kam edhe piktura që nuk i kam ekspozuar, se s'kam qenë i sigurt, por jam bërë pak pishman se ndoshta unë nuk e kam me syrin e duhur, si që shihni ajo fotografia që e kam të ajo piktura e zezë, drejt ditën e fundit isha skeptike. Ata ekspozoj ajo, ndërsa ajo rezultoi më e suksesshmja. Vërtet? Po. Gjithë njerëzit më kanë thënë se ato e kanë pëlqyer më shumë. Edhe thash ndoshta kam gabuar me edhe ndonjë pikturë tjetër. Po me kë je konsultuar, ke dikujt që ti i beson, që ndoshta të është dashur një vlerësim i fundit para se ti selektoje të gjitha dhe ti thoje janë mjaftueshëm këto ose duhet fusim edhe këtë edhe atë. Ke pasur një mendim kritik afër teje? Një mendim kritik gjatë kësaj ekspozite jo. Kam pyetur njerëz, domethënë që nuk janë të fushës. Ndoshta është edhe ajo gabimi. Ndoshta është interesante kjo zgjedhje që ti ke bërë. Ndoshta ta them ta dëshmoj vetëm. Se jo të gjithë në jetë të përditshme jemi të fushës dhe e njohim artin siç e shihni ju, ndoshta nga syri profesional. Është mirë ndonjëherë nga shpirti të bëjmë vlerësime. Shumë e vërtet. Po problemi është se kur ti punon, kjo është e njohur domethënë te të gjithë artistët, ti thellohesh, futesh, vjen një periudhë ose një kohë që ti nuk mund ta vëresh ku është gabimi. Duhet patjetër të distancohesh. Ose ta tregoj dikush nga jashtë. Ti nuk e vëren më humbën ajo, duhet të distancohesh një kohë, të kthehesh prap, të shikosh ku ka gabu, ku mund të përmirësosh. Prandaj edhe unë për atë pikturën e zezë, profesoresha Drenusa, më tha Arbina, duhet ta bësh një cikël ta vetëm me atë stil. Tash profesoresha nuk isha e sigurt ta ekspozoj. Edhe tha ajo tha shumë e mirë, pastaj edhe njerëzit të gjithë, edhe ata domethënë që janë të fushës, më kanë thënë se ajo e zeza shumë e veçantë. Okej, po ndoshta ide e mirë që të bësh një cikël me atë profesoresha më dha një ide. Po, pse jo? Shumë e vërtet. Bukur shumë. Dhe tani, cilat kanë qenë komentet më të bukura që i ke marrë, jo nga syri kritik i profesorëve, profesoreshave që kanë qenë prezente aty, por i njerëzve të cilët e kanë shijuar artin tënd dhe kanë ardhur për të parë për të bërë pjesë e ekspozitës tënde të parë. Cilat kanë qenë komentet që edhe tani që po e mendon të kanë ngelur mendje dhe që ndoshta të kanë pëlqyer shumë ty? Tash do e them atë që realisht komentin që ma kanë bërë më shumë ka qenë se nga të gjitha pikturat që i kemi parë me këtë tematik, këto janë më ndryshe. Edhe bën sy më të veçanta. Kjo do me thonë se është diçka e veçantë që nuk kam kopju, e kam dhënë pikërisht atë synimim, do me thënë është arrit, se realisht e kam bërë nga vetja. Nuk jam bazuar askund, atë që e kam mendu, atë që e kam ndjej, emocionet, dëshirën, mesazhin që kam dashur ta përcjell, do me thonë ja kam arrit qëllimit përderisa nuk është e ngjashme me të tjerat, po është diçka e imja. Sepse secila pikturë në kohën që është, do me thonë kur i kam bërë skicat, vizatimet, të secila kam dashur t'jap një mesazh, përfshi diçka, të them diçka, se nuk janë vetëm për atë e kam bërë më gjithë përfshirëse, tradit. Nuk është për shembull vetëm vallet, apo tradita është shumë e pasur. Kam përfshi edhe veshjet, vallet, lëvizjet, diku mund ta shikoni edhe instrumentet, se do me thënë vallja pa muzikë nuk shkon, edhe muzika jonë është shumë e pasur, si me instrumentet e rëndësishme, si është daullja, lahuta, edhe kam dashur ta bëj më gjithë përfshirëse. Mendoj se drejt dikuj ja kam arrit qëllimit, mirë po, normal, gjithmonë ka hapësirë edhe për më mirë. Patjetër që po. Besoj ke pasur emocione ndryshe, duke marrë parasysh që është edhe ekspozita jote e parë. Besoj tash e tutje, më tash ke një model se si realizohet një ekspozitë personale dhe do ta kesh, besoj pak më të lehtë se sa krejt ky presion që e ke pas, presioni i kohës, presioni i pritshmërive që ti ke pasur për këtë ekspozitë, po pastaj feedbacku që do merrje nga njerëzit, nga syri kritik e kështu me radhë. Tani e tutje jam e sigurt që do jesh pak më rehat në. Jo, se besoj se kjo tema është e madhe kur e mendon se përfshin gjithë shqiptarët edhe domethënë kanë shumë mendime se një përgjegjësi ke marrë mbi vete me këtë temë që ke zgjedhur. Tradita është e gjithëve. Domethënë të gjithë kanë hapësirë të komentojnë edhe ta japin mendimin e tyre kritik. Patjetër, edhe mendimi kritik vlen shumë, edhe të ndihmon të përmirësohesh. Unë jam gjithmonë e hapur edhe e mirëpres. Dhe më e rëndësishme është ky koment që ti ke marrë që të jetë diçka autentike, diçka që ty do të nisë të bëj të dallosh ndoshta nga artistët e tjerë. Vetë stili që ti ke zgjedhur të ketë një farë origjinaliteti brenda. E vërtet. Domethënë nëpërmjet cilit tim unë kam përdorur ekspresionizëm, edhe është mënyra më e mirë, siç ka qenë edhe qëllimi im, domethënë nëpërmjet këtij stili ta sjell traditën e artin bashkëkohor. Domethënë nuk është se ka përshkrime, ti themi, ose
format të nxjerrura ashtu siç janë fiks, po unë kam luajtur me ngjyrën, me tonet, me edhe kryesisht, domethënë siç shikohet, është shumë e pasur me ngjyra, dominojnë ngjyrat kromatike, vetëm njëra është me kromatike, vetëm ajo e zeza, që rezultoi më e pëlqyer, po gjithsesi. Domethënë edhe nëpërmjet ngjyrave, po ta shikosh komplet si linjë, ngjyra që dominojnë janë e kuqja, bluja, edhe e verdha me diku, po kryesisht e kuqja dhe bluja. Kjo është nga ajo që po flasim që ka qenë e zeza, okej, shumë e bukur, vërtet shumë e veçantë. Interesante. Kjo duket pak si hije, diçka sikur ngrihen nga parasysh vuajtjeve. Nga ato piktura që të bëjnë të mendosh, ndoshta të thellohesh, ka mister. Nga dimensioni yt ti shohësh, po, ka mister. Ka mister kjo pikturë brenda. Edhe domethënë, çdo cila ka mesazh, me secilin kam dashur të tregoj diçka nga vlerat tona të përcjell. Këtu më shumë janë fokusuar te kostumi, mu edhe çorapet e kanë, detajet e çorapeve, po. Aty ka material, kam gjetur domethënë penjë. Kanë te çorapet e vajzës. Okej. Edhe çorapet e më duken shumë veçanta. Shumë e bukur, vërtet po. Detaje interesante. Arbina, unë e përmenda pak më parë që nuk është shumë e zakonshme të shohim një vajzë me mbulesë në fushën e artit, edhe kjo është ajo që ty të bën më të veçantë. Më thuaj, kur ka qenë momenti kur ti ke vendosur që të mbulohesh, ka qenë ky vendim që e ke marrë shumë më herët ose pasi e futur botës së artit? Si ka ndodhur kjo? Sepse është diçka interesante dhe jam e sigurt që ju intereson edhe shikuesve. Artin, jo, unë me artin që do merrem me art e kam ditë prej vogël. Okej. Domethënë çdo herë kam qenë e bindur. Pra nuk është që ke zbulu më vonë dhe ke pas një kimi më vonë me pikturën. Ka qenë diçka që në fëmijëri. Që në fëmijëri, që e vogël, vizatoja në shkollë. E kam dashur shumë, kam qenë e bindur. Vetëm një periudhë në shkollën e mesme pata një dyshim me dizajnit modës, edhe ajo më pëlqen, ama jam e lumtur që përfundova përsëri te dashuria e parë te piktura. Gjithmonë e kam dashur artin, domethënë këtu s'ka pas asnjë dyshim. Pjesa aspekti fetar, mbulesa ka ardhur më vonë. Okej. Domethënë atë unë jam mbuluar në shkollën e mesme, kam mësuar edhe në medrese Nisabeu në Tetos, ama arti nuk ka qenë as pak pengesë. Madje ne në medrese e kemi praktiku, sepse jashtë orëve mësimore ne e kishim organizonim ekspozitën e shkollës me punime dore. Kemi bërë punime shumë bukura. Çdo vit organizoheshte me tolla që mblidheshin, jepeshin për donacion ose për qëllime të mira. Ajo ishte punë vullnetare, domethënë nxënësit vetëm me një pjesë, edhe secilin vit kam qenë prezente dhe kam bërë shumë punime edhe atje. Pra një pjesë frymëzimi pas ke marrë edhe atje, edhe motivimi shtesë ndoshta për ta zhvilluar këtë si profesion. Edhe ishte edhe si relaks për mua, se normal shkolla e mesme, mësimet, pak s'është se ke shumë kohë të merresh, po kjo ta mundsonte ta bësh edhe atë që e don. Sigurisht që bindjet vetare janë diçka shumë personale, por më intereson në rrugtimin tënd që ti ke zgjedhur, ke ndjerë ndonjëherë stereotipe, nuk e di të çfarë do tipit gjatë këtij rrugtimi dhe pse je në fillim të rrugës tënde, por që më thuaj e ke ndjerë ndonjëherë këtë në art, mbulesa, ne kemi këto paragjykime që sikur nuk lidhen bashk, por ti je dëshmi e kësaj që arti i thën të gjitha kufijtë dhe të gjitha paragjykimet pa asnjë diskutim. Realisht, jo. As pak, sidomos nga profesionistët, sepse kur, sidomos personat e fushës së artit, ja themi profesorët, unë asnjëherë nuk kam ndjejti që ka ndonjë paragjykim. Mendoj se kam qenë studente e mirë, profesorët më kam vlerësuar gjithmonë. Më shumë mund të të vitë shembull kritika nga të tjerët që s'janë të fushës, por që realisht nuk më interesojnë. Sigurisht, nga ata që e shohin nga distanca artin dhe sigurisht paragjykimet apo stereotipet që mund të kenë kundrejt një vajze me mbulesë. Këtë po them, sepse njerëzit e artit janë njerëz të cilët janë me zero paragjykime. Atë të thoja. Domethënë kjo realisht unë mendoj se përgjithësi kritikat vijnë nga njerëzit bosh. Një njëri që ka kohë të merret me veten e vet, të mendoj pak më thellë ose të analizoj, të ketë diçka, nuk besoj se ka kohë të merret me feja shumë e lidhur me artin. Aty nuk ka domethënë as pak dyshim. Ne mund ta marrim arkitektura islame është njëra ndër më të pasurat. Patjetër, xhamia vetë mënyra, domethënë ornamentet, edhe ajo mund t'i themi art, pikturë në vete. Arti nuk të kufizon, feja nuk të kufizon, artin çdo kush e përjeton domethënë është shumë mënyrë personale. Mënyrën e domethënë ti e shpreh shpirtin, çdo kush nëpërmjet shpirtit vet si e përjeton, nuk ka të bëjë ajo. Unë personalisht nuk kam ndjer asnjëherë. Shumë e qartë. Po sa ka ndikuar besimi që ti ke në mënyrën dhe stilin e punës tënde, në krejt këtë që e the deri tani, sa ka ndikuar kjo pjesë në shkrirjen e artit tënd? Besimi, besoj, është njëri ndër frymëzimet më të mëdha.
sepse ti kur shikon, unë një nga inspirimet më të mëdha, domethënë që e gjej në përgjithësi është nga natyra. Nga natyra, domethënë ka kriju Zoti, ajo është diçka që ti e lidh automatikisht, të vjen frymëzimi, ti e shikon domethënë edhe nga aspekti fetar që ti e ke, besimi që e ke, e lidh inspirimin me punën tënde që e bën, gjithçka lidhet. Gjithçka lidhet. Po. Unë besoj se arti dhe feja ecin në një mënyrë shumë të bukur me njëra tjetrën. Po ta shikojmë edhe, nuk është vetëm domethënë te besimi islam. Gjitha besimet, ne po ta shikojmë edhe te rilindja. Piktorët më të mëdhenj, Da Vinci, Santi, me çfarë u bën të njohur? Domethënë ato skenat biblike i kanë paraqitur. Domethënë u bë arti i rilindjes, mori komplet një kahje tjetër, sot tek kësaj dite arti është një ndër fushat më të rëndësishme në botën moderne, bashkëkohore. Ja lidhur me fen, kanë paraqitur skena biblike. Domethënë, këto stilet e reja, ti themi stili bashkohor modern, ka filluar shumë më vonë, nga shekulli 18, mund të themi fillimi i shekullit 19, 20, flasim impresionizmi është paraqitur në shekullit 19, ekspresionizmi fillim shekullit 20. Kurse nëse marrim artin në përgjithësi, kemi edhe nga bota moderne, nga bota e Egjiptit, domethënë nga lashtësia, ato i ka lidhur më parë gjitha me fen, me besimin e tyre. Domethënë, unë mendoj se shkojnë shumë bukur me njëra tjetrën. Nuk ka problem. Po. Dhe sidomos një dëshmi shumë e madhe është edhe ky revolucioni që po ndodh ndërkombëtarisht te vajzat apo gratë mbuluara, të cilat nuk e kanë thyer më këtë stereotipin që duhet jenë të përkufizuara në profesionet që zgjedhin. Ne shohim gra me shami që përfaqësojnë çdo profesion dhe janë shumë të zonja në gjithë këtë. Kështu që unë dua që edhe në këtë shoqërinë tonë paragjykuese më të thehen këto paragjykime që kemi dhe këto stereotipe që thjesht vetëm na bëjnë që të jemi mendje vogël. E vërtet dhe ta shohim botën në një dimension shumë të vogël dhe shumë të kufizuar. Pastaj unë mendoj se edhe ne si shoqëri përgjithësi jemi kritik, po gjithsesi njeriu që ditë vlerësoj. Kemi prirje fillimisht të gjykojmë para se të vlerësojmë dhe para se të njohim diçka që e kemi të panjohur në botën tonë. Patjetër, edhe për shembull ne kemi tash kritikën përgjithësi si popull, jo vetëm në fe, për gjithçka. Po prandaj them se po kur një person arrit të njoh, ai nuk e sheh më atë pjesën shamia ose diçka tjetër, ai të njeh ty brenda dhe besoj se nuk i intereson kur të njeh si person. Prandaj nuk është e thënë kot se rëndësi duhet të kenë komentet e njerëzve dhe të dashurve të tu. Ato që si një nuk duhet ti marrësh parasysh as pak, nuk duhet të ndikojnë edhe nuk më ndikojnë, por unë realisht nuk kam pas. Okej, nuk doj të mos kesh në shpresoj shumë, nuk kam pas, domethënë kritika përkundërsi. Besoj të kanë dhënë kur ajo edhe më shumë. Dua pak të ndalem tek periudha e studimeve, besoj një periudhë shumë e bukur për ty, tek momenti kur ti vendose që në fakt do doje ta zgjedhje si profesion këtë sferë, deri tek ekspozita. Si ka qenë krejt ky rrugtim për ty, periudha e studimeve, cilat kanë qenë ato momentet më të bukura që ti ndoshta do doje ti ndaje me ne? Periudha e studimeve ka qenë shumë e bukur. Tash atëherë kur jemi gjatë studimeve, jo kur do përfundojnë, kur besojmë ndjenja që i kemi gjithë, po tash kur e shikojmë, domethënë shoqëria, puna, realisht më mungon edhe ajo puna intensive që i kemi pasur me pikturën, kemi pasur pikturë, skulpturë, grafik, domethënë gjithë përfshirja, kishim një orar, ne kemi pasur orarin e ngarkuar, domethënë gati se që ditën ishim në universitet, po e kemi shiju shumë, e kemi bërë me gjithë dëshirë. Universiteti realisht është shumë mundësi e mirë, nëse ti punon, për ta zbulu vetën, sepse t'jepet mundësia edhe të kërkohet, duke provu, edhe e kupton çfarë kërkon. Ja, mua shembull tema më ngelin nga atje. Skicat e atje i fillova nga periudha e universitetit dhe tani pasi dola, fillova të punoj. Domethënë ekspozitën e realizova pas universitetit, po që puna, mundi, fillesat i para i ka nga atje. Pastaj unë mendoj se ka përgjithësi te ne ka shumë student talentuar, pa marrë parasysh se nuk është se u jepet shumë hapësira, te ne ashtu janë mundësit, ne e dim, arti nuk është se vlerësohet shumë, siç vlerësohet jashtë në Evropë, sidomos, apo në Amerika, por realisht kemi shumë talenta. Biles gjatë periudhës së universitetit, unë vitin e 4, semestrin e pare kam shfrytzuar programin e shkëmbimit Erasmus. Edhe zgjodha që të jem në Turqi, kam në Universitetin Uludağ të bursës. Edhe fillimisht kur shkon e kjat, vjen nga një vend i vogël, ndoshta nuk jem mjaftueshëm e mirë. Ato paragjikimet edhe ato
Që kemi brenda vetës. Më shumë dyshime do thëja që ne i kemi, që sidomos kur shkojmë në vende të zhvilluara, na duket sikur ata kanë ecur më shpejt se ne dhe ne kemi ngel apo stagnojmë në disa drejtime. Vetëm, do thoja, po kjo është pak si rezultat i sistemit, që nuk na është dhënë vlera që meritojmë, jo vetëm na, në gjitha fushat, por ku shkova atje, jo, e parë se nuk ishim i të mbrapa, biles të ne kishte student edhe më të talentuar, përveç teknikave të tjera, normal, shteti më i përparuar, ekonomia, kishin mundësi, teknika më të reja, por përveç asaj talenti, nuk është që ka dallim me talent. Jo, biles kur ke prirje për një fushë të caktuar, prirja besoj duhet të jetë përafërsisht e njëjtë, mjafton pastaj kreativiteti që ti e shfrytëzon dhe sa e shfrytëzon të njëjtin. Shumë e vërtet, madje për dallim unë do thoja se shqiptarët realisht janë shumë të guximshëm. Nëse marrim përgjithësi, shumë i talentuar. Kemi dëshmu botërisht. Okej, dikush ka që ka lind jashtë edhe ka bërë, po ne kemi shumë dëshmi edhe që nga këtu kanë shku, edhe do më thënë shumë e vështirë të arish dominojsh në një shtet që ti nuk e një, janë këmbëngulës edhe unë i vlerësoj shqiptarët për këtë aspekt. Sidomos jashtë kanë shkëlqy. Edhe këtu e shikojmë në faktin se në vend nuk është se ka shumë të themi merita ose do një shpërthim të madh, kurse jashtë më njerë vlerësohen. E këtu e shikojmë pak qalimin e sistemit. E vërtet, meritokracia nuk është aty ku ne duam të jetë dhe urojmë shumë që ju si gjenerat, ne si gjenerat e re të luftojmë më shumë dhe të jemi pak më këmbgulës, më konsistent në atë çfarë kërkojmë dhe ndryshime që duam në këtë sistem që po ndryshon shumë ngadalë. Shumë e vërtet, sepse realisht është një konkurrencë e egër edhe shumë ka raste që talenti humbën, meritokracia humbën, sepse jemi të vetëdijshëm si funksionon të na sistemi, është e dhimbshme që ta humbësh një talent për shkak të një sistemi që nuk funksionon siç duhet, nuk mund të jepet një shembull një vend i punës i merituar, ajo që e meriton, lëvdatat, puna, por do na duhet shumë punë, përndaj sistemi jonë është pak problem. Jam dakord. Okej, nuk është mirë trim, mundohemi. Po, edhe ta shohim pak me sy më pozitiv, mos jemi shumë negativ në mendimet tona. Po, pra, ky është dhe qëllimi që ne ti motivojmë trit me këtë bisedë që po e zhvillojmë sot në studio. Po shohim duke realizuar një mural, mua më pëlqyen shumë disa video të bukura. Sa kohë ka marrë përgatitja e këtij murali? Po shohim ngjyra shumë të bukura, shumë të ëmbla. Patjetër, ky mural më ka marrë diku 5 ose 6 ditë, ama punë intenzive, dhe më thënë, 5-6, një ditë, madje, u habita, kur e pasha orën, isha habit 4 orë, kisha punu pa ndalë. Pas brit për shkallë dhe hiqë, dhe duhet ka shkallë, pas britur për shkallë. Ama nuk e vëren, se ajo, edhe aty vëret shpirti, kur e dom punën, realisht, është puna që unë e du shumë. Edhe as nuk e kam vëret, puno, vetëm kur e pasha orën, thash, okej, pas ka një shumë, duhet pishuj. Edhe, dhe më thënë, diku për 5 ose 6 ditë e kam, por më ka marrë kohë se ka shumë detaje. Pjesa e ngjyrave, mos dalësh nga vija, një ornament këtu, diçka atje, edhe të merr kohë. Në fund ta shikosh në përgjithësi, a ka nevojë për ndonjë përmirësim, ndonjë ndryshim ngjyre, edhe të merr relativisht merr kohë. Po, dhe sa shpesh të kërkohen që të bësh murale? Besoj kjo është pjesë më tepër lodhje fizike, varet edhe nga dimenzionet që kërkohen e kështu me radhë, po sa ke dëshirë që fokusohesh në këtë pjesë ose jo? Muralet janë realisht lodhje fizike, por janë edhe knaci njëkohësisht. Mbaret edhe nga materiali si ta jep mundësinë. Jo, nuk e kam problem. Mund të fokusohem edhe në këtë pjesë, e punoj me gjithë dëshirë. Kam punu edhe murale edhe më të madhe, gjithë faqen e murit, kam bërë për një shoqat që ka qenë shoqata Aura, dhe me thënë, ka qenë ftuar nga 2 edukatore speciale, dhe me thënë, kanë qenë fëmijë aty, edhe fëmijët e shihoni shumë kur shikoni duke punu, por përgjithsisht më pëlqen. Se vërtet, unë asnjëherë nuk e kam pa një mural duke u punu nga fillimi deri në fund, vetëm kur e shoh atë versionin final dhe habitesh tu si ja kanë dalë, komplet gjithë këtë hapësirë kaq të madhe ta pikturojnë, ta bëjnë kaq bukur. Unë personalisht e bëj direkt me laps. Po ka tani ka edhe teknika të reja, ka ndalë mundësi të reja, kemi edhe faqe, aplikacione që ta rregullon prej më larkë, mënyra se ta bësh më sakt, sepse normal, portreti nuk është se ti s'din ta bësh. Po normal më duhet një ndihmë, një saktësi, sepse larkësia, madhësia, ty të humb forma, patjetër për të qenë sakt, duhet përdorish disa ndihma teknika. Do më thënë, është e realizueshme, të merr kohë, po besoj se gjithë artistët, sidomos që merren me murale, e bëjnë me shumë kënaqësi.
E bëjnë me shumë kënaqësi. Po, interesante kjo pjesë. Gjithashtu ti punon edhe me porosi. Dua pak të flasim për këtë pjesë, si ja bën, çfarë porosi, çfarë kërkohen më shumë, a janë gjithmonë portretet ato, sepse ne e dim që sfundmi një nga dhuratat më të bukura, më origjinale që mund t'i bësh dikujt, është një portret. Edhe e di që është një trend në rritje ky, porosi që bëhen online. Ti si duke realizuar këtë proces, këtë punë? Realisht nuk kam bërë porosi portretet. Vërtet? Po. Më shumë kam marrë porosia të vallet, si tash. Okej. Po, vallet, ose ato që i kam pasur të gatshme, kam pasur në shitje, por edhe kjo tregu i porosive nuk është aq korrekte ne, do me thonë, ka pak ato qalimet e veta. Okej, për shembull? Po për shembull, e bën porosi, nëse nuk është korrekt për fillim, e bën, ka pas raste që nuk e merr. Aha, okej. Do me thonë, jo në mas, po janë raste që ndodhin, jo vetëm të kundet, edhe të kolegët, edhe të gjithë artistët, po këto besoj që janë pjesë e procesit. Po përgjithësi mirë. Je e kënaqur në këtë pjesë? Jam realisht e kënaqur sepse nuk kam prit, se si që thash edhe më parë, nuk është se arti ne funksionon aq shumë, ose vlerësohet aq shumë, po mërgata kryesisht. E vlerësoj sidomos temën time, e kam pëlqyer shumë edhe do me thënë që ka pas porosia. Ka nisur porosi tashmë? Po. Me njëherë? Që a dytë. Që a dytë? Pas ekspozitës. Okej, po kjo është diçka që ty besoj të bën të ndjesh shumë mirë. Shumë mirë. Ky është feedbacku që e kërkon çdo artist, besoj pas ekspozitës. Patjetër, për këtë kam punuar 8 muaj. Edhe normal të duhet një feedback pozitiv, po ajo është edhe flasim realitetin edhe të motivon, patjetër. Kur dikush, dëgjoj, besoj se kush do që e bën punën me zemër, nuk është pjesa monetare që ty të gëzon, ti nëse e don punën të shijon procesi. Por padyshim në fund të ditës edhe pjesa monetare është e rëndësishme sepse ti në këtë profesion po investon dhe sigurisht investimi është i madh sepse është i kushtueshëm. Ngjyrat sidomos ti nëse dëshiron të dalë një punë më e mirë, patjetër duhet t'i marrësh materialet më të kushtueshme, domethënë më me kualitet. Pëlhura, korniza, gjithçka bashkë, edhe normal del të themi një çmim i kushtueshëm, por besoj që arsyetohet. Dhe ende ne nuk jemi në atë shkallë për ta vlerësuar atë sa duhet arti, ne ende vazhdojmë që të na duken çmime shumë të larta, për shembull për një vepër origjinale arti. Njerëzit ndoshta e shohin vetëm atë pjesën një vizatim, se nuk është se e kupton çdo kush, po duhet ta kuptojnë se ti e blen edhe kohën, mundin, shpirtin, duhet ta kuptosh se dikush ka dhënë emocionin e vet aty. Është realisht shumë e rëndësishme. Te ne edhe pse nëse do marrim në rajon janë çmimet më të ulta, po ka që ju duken sërish të shtrejta, të larta. Ati realisht ndoshta ma çmim as materialit nuk i mbulon. Po. Ajo është. Por thash, unë flas në përgjithësi, për mu jam e habitur pozitivisht, se deri tani më ka ecë mirë. Dhe më vjen shumë mirë. Uroj kështu të vazhdoj mbar edhe rruga yte. Të ndalemi pak edhe te rrjetet sociale. Sigurisht ky është një profesion që kërkon të promovohet edhe në rrjetet sociale, por jo vetëm, ekspozitat ju ndihmojnë që pastaj edhe ti sigurisht të kalonin nga kufijtë e Maqedonisë, besoj do të bëhen ftesa edhe për vendet tjera. Ti më the që nuk jam shumë person që dua të investoj kohën time në rrjetet sociale, por tash besoj do të imponohet. Si po ja bën këtë pjesë, si do ta menaxhosh? Ke edhe llogarinë tënde në Instagram që sigurisht promovon punën tënde. Sa kohë planifikon të promovosh punën tënde sigurisht në rrjetet sociale? Do duhesh, e ke të obliguesh me këtë pjesë. Po, nëse dëshiroj që do me thonë që të vazhdoj, duhet patjetër ta promovoj vazhdimisht, siç e the. Nuk po pëlqen shumë të kaloj kohë në rrjetet sociale, por kjo është mënyra më e mirë sot për promovim, për reklamim, sidomos i shohim tash reelsat. Më janë bërë edhe më të rëndësishme se fotografitë. Do me thënë, është e rrugës, apo diçka që ta incizosh procesin, mënyrën kur ti punon, ta modifikosh diku, ta rregullosh, ta bësh tash si me trendet e reja, do me thënë. Edhe pse punë, sa i përket në aspektin e punës, pikturës nuk më pëlqen të ndjeki trendet. Thash, më pëlqen të qëndroj te tradicionalja. Po sa i përket promovimit, do me thënë është e patjetërsueshme, rrjetet sociale, reklamat, këto do me thënë janë pa evitueshme dhe tani duhet filloj të merrem seriozisht. Patjetër. Vetë se i kam bërë disa video gjatë kohës kur kam punu, po ato tash në vazhdim do filloj të shpërndaj. Edhe normal do fus edhe punë tjera, peizazhe, portrete, çfarë do kem qejf punoj, do me thënë do punoj me shpirt. Sigurisht do e promovosh, ta shohim edhe ne punën tënde. Patjetër. Ta shohin edhe të tjerët. Patjetër. Po ke pasur në këtë rrugë ndonjë model të themi, ndonjë, nuk di, piktor ose piktore që të ka frymzuar ndoshta sadopak, edhe pse ti disa herë potencove faktin që dua të jem origjinale, nuk dua shumë të influencohem nga puna e të tjerëve.
Të them të drejtë një model jo. E keni fjalë në aspektin profesional, piktor. Profesional, sigurisht. Ka shumë që më pëlqejnë, por ta marr vetëm një si shembull jo. Sepse nëse marrim një karrierë, ka shumë që janë suksesshëm në atë karrierën e vet, do me thënë në mënyrën e punës vet, por që ta themi një, nuk do thoja vetëm një. Ka shumë që pëlqejnë. Artistë shqiptar ka shumë të mirë. Ka shumë të mirë, sidomos nga Shqipëria, nga Kosova, edhe nga më të vjetrit, i ndjek, më pëlqejnë shumë, po thash, jo diçka ta them një emër konkret, jo. Okej. Ka shumë që më pëlqejnë. E qartë. Po në familjen tënde je piktoria e parë ose e keni ndoshta, nuk e di, trashëgimi këtë talentin për artin, si ka ndodhur? Trashëgimi është. Ka shumë nga anëtarët e familjes që e kanë talent. Okej. Sidomos babi. Babi është një vizatues i mrekullueshëm. Është shumë i mirë se unë. Pra pas ke trashëguar nga dikon. Po, babi, motra, kemi shumë anëtarë të familjes, domethënë që janë, por në nivelin profesional, nga këto gjeneratat e para, jo, nuk e ka bërë askush. Unë e vendosa prej vogël edhe i ndejta besnike, domethënë artit, asaj dëshirës time, domethënë unë e studiova. Ke pasur mbështetjen e familjarëve anëtarëve tjerë, sepse ata nuk e ka vazhduar dikush profesionalisht ose nuk e kanë kaluar përtej talentit që kanë? Jo, unë edhe vajza e Minxhës. Edhe ose vajza e Xhaxhait, edhe ajo është në këtë profesion. Domethënë vetëm ne të dyja që e kemi çuar në studime. Tjerët kanë ngelur vetëm talent kështu. Domethënë nuk e kanë çuar në nivel profesional. Por që ka shumë vizatues të mirë në familjen time. Sidomos babi. Që ka rastësi pra talenti. Jo, nuk është rastësi, domethënë është i trashëguar, besoj. Okej. Dhe Arvina, ku e sheh veten të themi në 5 vitet e ardhshme, ja mos të shkoj në maksimum në 10 vitet e ardhshme, po në 5 vitet e ardhshme. Ku e sheh veten? Mendon të vazhdosh si artiste e pavarur ose ke plane ndoshta edhe të zhvillohesh si pedagoge ose aktiviste e artit, kulturës, nuk e di, cilat janë planet dhe prioritetet e tua? Dua shumë të vazhdoj edhe me ekspozita, edhe jashtë vendit, jo vetëm këtu. Jo domosdoshmërisht vetëm kjo temë, tradita, por pas normal. Se duhet ta sfidosh veten edhe domethënë temat të tjera, patjetër. Përveç asaj që duhet merrem edhe me këtë punë, patjetër do më pëlqente edhe si pedagoge, por që të shohim, sa nuk janë punët me siguriti, themi të siguruara. Për momentin jam, do me thënë, aktiviste një shoqatën Vizionem, ose Merhamet, edhe aty mbaj kurse të artit figurativ. Kemi pasur edhe shkollën verore. Ka të interesuar? Shumë. Ka fëmijë, unë për shembull kam vajzën time që ka prirje të jashtëzakonshme për pikturë, por më vjen shumë keq që në Shkup nuk është se kemi një grup fëmijësh ose një kurs në gjuhën shqipe për të zhvilluar këtë talent. Ka shumë, sidomos shkolla verore i përfshim edhe domethënë nga shkollat fillore, edhe ciklin e ulët, edhe ciklin e lartë. Sidomos nga cikli i ulët ka shumë. E bënëm domethënë në vitin 2023, ajo realisht ishte vetëm si provë. A e bëjmë. Pa shumë interesim, vitin e dytë, shumë më shumë, u paraqitëm, po, sa që do më thoni mbyllëm aplikimet, sepse nuk kishim ambientet, ishin numri aplikimeve ka kaluar numri 100. Kjo është diçka shumë pozitive. Shumë pozitive është, kurse tashi, do më thënë brenda vitit, tani kemi fillu, normal duhet pak diçka pak më nivel profesional, sepse me ciklin e ulët mund është pa aplikosh shumë rregulla, duhet ma shumë t'jenë të lirë, ta shprejnë atë botën e tyre të brendshme, kurse për këtë, do më thënë vjetore që vazhdojmë, është me ciklin e lartë të shkollave të fillore, dhe tu pak më nivel profesional, po është shumë mirë, ka shumë vajza talentuara. Shumë bukur. Dhe cili do ishte mesazhi yt ndoshta që do t'ja drejtoje të gjitha vajzave të reja që nuk kanë guximin të ndjekin ëndrat e tyre, por që kanë talentin ndoshta? Ndoshta do duket shumë klishe, besoj se e thonë gjithë, por realisht kjo është ajo që ka vlerë. Ta ndjekin ëndrën, do me thonë, edhe mua gjitha më kanë thonë, po qa do bësh me artin, nuk shet këtu, nuk mund, si kam dëgju. Njeriu çdo herë do ndriçoj, ose ndësh ndris, të ajo që e bën më mirë. Nëse ti, sado që të duket sikur, nuk ec, nuk i jepet vlerë, ti gjithmonë do jesh më e mirë të puna që ta do zemra. Nuk mund ndriçosh në diçka që ti e bën thjesht për ta bërë, për hir të punës, të themi. Nëse do të kesh sukses, ndriçosh, domethënë zemra është gjithmonë ajo udhërrëfyesi më i mirë dhe ti je i sigurt se nuk do humbesh kurrë. Prandaj ndiqni ëndrat e juaja edhe profesionin që ju e doni me zemër. Mos i ndëgjoni. Të gjithë ne kemi ardhur për një mision në këtë jetë. Dhe është mirë që ta gjejmë misionin për cilin kemi ardhur dhe ta ndjekim këtë. Patjetër, jam plotësisht dakord me këtë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma. Unë shpresoj që kjo intervistë të sjellë vetëm mbarësi dhe fat në rrugtimin tënd në art dhe të kesh sa më shumë ekspozita, sa më shumë punë dhe të krijosh vetëm gjëra të bukura. Ju falenderit shumë për ftesën. Ju falenderit për promovimin, për nderin edhe për respektin. Ju falenderit shumë, për mu ishte kënaqësi e veçantë. Kënaqësia ishte komplet e imja. Falenderit shumë që pranove ftesën. Të dëshiroj gjëra të mira. Falenderit shumë.